Nga kjo e hënë, nis zyrtarisht procesi aplikimit në portalin Ullbenja për të gjithë maturantët të cilët duan të ndjekin arsimin e lartë. Ata do të kenë në dispozicion 6 ditë për të përzgjedhur deri në 10 programe studimi sipas preferencës së tyre. Drejtori i Rrjetit Akademik Shqiptar Arjan Xhelaj këshillon maturantët të plotësojnë të 10 programet e studimit, pasi kjo rrit mundësinë për të shpallur fitues në një nga preferencat. Të bëjnë kujdes jo më në renditjen e tyre, po të bëjnë kujdes që të kenë futur të gjitha dekët që dëshirojnë brenda 10 preferenca. Që do të thotë që edhe nëse maturantët janë sigur për 3-4 dekë, do t'i këshilloj që të fusin edhe dekë tjera që ata mbase nuk i kanë preferencë të parë, por edhe i marrin konsiderat për të studuar, në mënyrë që nëse nuk shfaqen fitues në ato dekë që kanë hedhur, të kenë një shans tek dekët e tjera. Pas konfirmimit të aplikimit, preferencat nuk mund të ndryshohen, ndaj maturantët duhet të jenë të sigurt për përzgjedhjet e tyre. Të jenë sigurt, të kenë kontrolluar gjithçka përpara se të bëjnë konfirmimin, dhe në momentin që bëjnë konfirmimin, procesi quhet i mbyllur, pak rëndësi ka se si kanë renditur dekët në formularin e tyre aty. Ndërkohë, maturantët që kanë zgjedhur programet e studimit me konkurs duhet të ndjekin edhe procedurat përkatëse të regjistrimit, sipas universitetit ku synojnë të studiojnë. Pra ata maturantët që kanë zgjedhur një program studimi i cili mund të ketë edhe konkurs ose test, qoftë me shkrim, qoftë test elektronik, që të shikojnë në websajtet e fakultetit përkatëse se kur janë datat e konkursit ose testit. Nëse do të bëjë regjistrim, ai do të bëjë një regjistrim tjetër te këto konkurse, nuk vlen regjistrimi i bërë në Ullbenja. Do të thonë, nëse ka një test dhe do të bësh një regjistrim në ato teste. Deri më tani, në portalin Ullbenja kanë aplikuar mbi 2000 maturant. Sistemi shfaq secilit kandidat vetëm programet e studimit, për të cilat plotëson kriteret bazuar në mesatare.